Letra e princesh Dianës që zbulon se sa e vetmuar ndihej në pallat. Të gjitha objektet që tregojnë historinë e jetës së princeshës Diana dhe ofrojnë informacion mbi familjen mbretërore britanike tani janë në ankand. Midis tyre është një letër e shkruar me dorë 2 ditë pas dasmës së saj me mbretin e arshëm Charles. Ankandet Julians prezantojnë koleksionin e jashtëzakonshëm, stili i princeshës Diana me një koleksion mbretëror me më shumë se 300 pjesë historike në një nga ankandet më të mëdha të artikujve që dikur i përkisnin princeshës së ndjerë të Walesit. Së bashku, me shumë artikuj të modës të paraqitur në ankand, i cili fillon me 26 qershor në The Peninsula Beverly Hills, ka edhe një artikull veçanërisht të veçantë. Koleksioni përfshin një letër të shkruar me dorë dhe të nënshkruar nga princeshë Diana, drejtuar Mark Simpson, një punonjës i pallatit Buckingham. Letra mban datën 31 korrik 1981, vetëm 2 ditë pas dasmës së saj me princin atëhershëm Charles. Kjo është një nga veprat e mia të preferuara, thot Martin Nolan, bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv i Julians Auctions për revistën People, gjatë një parapamje të artikujve të ankandit. Është disa ditë pas dasmës së saj. Ajo jetonte në pallatin e Buckinghamit dhe ishte periudha kur po përshtatej nga jeta e saj normale në jetën e pallatit, shpjegon Nolan. Kështu që ajo duhet të mësonte nga mbretëresha, të përkulej dhe të gjitha këto, por ajo po kalonte mirë me Mark Simpsonin. Ata ishin pothuajse në të njëjtën moshë. Ai ishte pak më i madh se ajo, shton Nolan. Në letër, ajo flet për sa e vetmuar ishte kur ishte në pallat.